Bulizmi është një sjellje negative e përsëritur ose agresive, e cila ka si qëllim të dëmtojë ose të ngacmojë dikë, i cili konsiderohet si më i pafuqishëm fizikisht, ashtu edhe psikologjikisht. Dhuna në ambientet e shkollave konsiderohet shumë e përhapur dhe pasojat e saj shkojnë përtej kontekstit të shkollave, duke bërë atë një çështje të rëndësishme për shëndetin publik. Vitet e fundit, një numër i madh adoleshentësh ka qenë viktima e agresionit që ushtrohet nga bashkëpunëtarët e tyre, por edhe me përdorimin e teknologjisë, duke pasur parasysh pasojat afatgjata të bulizmit, si dhe faktin që të rinjt janë e ardhmja e një vendi, të gjitha shkollat janë të detyruara të ushtrojnë politikat anti-bulizëm brenda kuadrit të kodit të tyre të përgjithshëm të sjelljes. Rolet që shfaqen gjatë këtij fenomeni janë viktima ushtruesi i bulizmit, buli viktim dhe indiferenti. Kjo sjellje dhunshme, fizike ose edhe psikologjike përsëritet ose ka tendencën të përsëritet me kalimin e kohës. Si fëmijët që e pësojnë, ashtu edhe ata që ushtrojnë bulizëm, rrezikojnë të kenë probleme serioze, por edhe afatgjata. Bulizmi çon në frikë kundrejt veprimeve të ushtruesit si ankth dhe depresion, probleme akademike dhe braktisje të shkollës. Fakulteti i Shëndetit Publik në Universitetin e Vlorës kreu një studim cross-seksional në 6 gjimnaze të Vlorës. Konsiderohet si më i pafuqishëm ose fizikisht ose psikologjikisht. Dhuna në ambientet e shkollës është diçka që nuk është vetëm problem për shkollat, por është një problem i shëndetit publik. Dhe do thotë dikush pse është ky problemi i shëndetit publik. Është problem sepse këta persona që janë të futur ose që janë që merren që ngacmojnë të tjerët, kanë më shumë mundësi kur të rriten në moshë, ka dhe një lidhje, domethënë, midis ushtruesve të bulizmit dhe kriminalitetit vitet e ardhshme. Dje konkretisht po lexoja një artikull i cili thoshte që njerëzit që ushtruar ose kanë ushtruar dhunë në mosha të vogla, në adoleshencë, kanë më shumë mundësi që të ushtrojnë dhunë në familjen e tyre të cilën do krijojnë. Dhe kur flasim për bulizëm, flasim për 4 role të ndryshme. Roli kryesor është i viktimës, atij që i ushtrohet bulizmi, ai që është në pozicion më të keq. Çfarë kemi në këtë rast? Kemi një person i cili ngacmohet për arsye të ndryshme, sepse tregohet më i pafuqishëm ose sepse është më i mbyllur në vetvete, dhe kjo e çon atë në depresion, në stres, shumë herë në ulje të nivelit akademik dhe në fund edhe në braktisje të shkollës. Ka pasur raste jashtë shtetit ku shumë fëmijë të cilëve u është ushtruar bulizëm kanë arritur deri në vetvrasje. Fenomeni përveç viktimës kemi dhe ushtruesin e bulizmit. Ky është ai që duket më i fuqishëm, ai që ushtron këtë gjë. Nga ana tjetër kemi persona që janë edhe ushtrojnë bulizëm, por janë edhe viktima. Dhe kemi dhe grupin e 4 ku janë indiferentët. Këta persona nuk duan të futen as në një anë, as në anën tjetër, sepse zakonisht kanë frikë mos të jenë viktima kohën e ardhshme. Bulizmi ose në frikë kundrejt veprimeve të ushtruesit sjell ankth ose depresion, probleme akademike siç tham dhe braktisje të shkollës. Çfarë bëm neve? Fakulteti i Shëndetit Publik të Universitetit të Vlorës kreu një studim cross-seksional në 6 gjimnaze të Vlorës. Në studim morëm pjesë 800 nxënës, ku ju shpërnda një pyetësor, i cili është një pyetësor i përdorur dhe jashtë shtetit, ku morëm leje për ta përdorur këtë gjë, e përkthyem dhe adoptuam në kulturën shqiptare dhe nxorëm që niveli i viktimizimit, domethënë niveli i atyre personave që ju është ushtruar bulizëm, muajin e fundit, të paktën një herë, ishte 19.8%, domethënë afërsisht 20% të nxënësve të shkollave të Vlorës janë viktima. Dhe këtu duhet të marrim parasysh diçka që shumë herë këta fëmijë kanë frikë ose kanë turp, do thosha, të thonë gjithnjë të vërtetën. Mund të kemi domethënë dhe persona të cilët mund të kenë qenë viktima, por nuk kanë folur për këtë gjë. Dhe nga ana tjetër, ushtruesit e bulizmit kanë qenë në një nivel 33.7%. Kërkimet në Shqipëri janë shumë të pakta, do thosha minimale. Ky është një studim i parë që bëhet në qytetin e Vlorës në nivel kaq të madh dhe
me kredibilitetin që i jep universiteti. Në Shqipëri duhet të fillojë hartimi i politikave antibulizëm, siç është bërë edhe në shumë shtete të botës, për parandalimin e bulizmit.